Në qarkun e Fierit sa i përket votave preferenciale, konkurenca në listën e hapur është vetëm në Partinë Socialiste, pasi demokratët nuk kanë arritur të marrin as mandatin e 5 të listës së mbyllur. Partia Socialiste do të marrë 7 deputet nga lista e hapur, përveç atyre 5 të listës së mbyllur. Listën e hapur e kryeson Ceno Klosi, i ndjekur nga Klevis Jahaj dhe Asforal Haxhiu. Jashtë listës fituese ka mbetur deputeti aktual Nusret Avdulla. Lista e Partisë Socialiste ka 12 mandate. Në listën e mbyllur janë Belinda Balluku, Petrit Malaj, Kiduina Zaka, Erion Mile dhe Ana Nako, kurse në listën e hapur Ceno Klosi, Klevis Jahaj, Asforal Haxhiu, Antoneta Dhima, Elton Korreshi, Seqine Çaushi dhe Dimitër Kruti. Kurse lista e Partisë Demokratike ka 4 mandate, të gjitha në listën e mbyllur: Gazmend Bardhi, Luan Baçi, Brunilda Haxhiu, Sajmir Korreshi. Eduard Sharka mbeti jashtë listës së mbyllur. Ndërkohë, drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Fierit, Gazmend Bardhi, u shfaq për herë të parë mbrëm para gazetarëve. Ai falenderoi demokratët e qarkut Fier. Përveç mirënjohjes me zemër për mbi 40.000 qytetarë të qarkut Fierit, që pavarësisht terrorit në të gjitha drejtimet, qëndruan dhe zgjodhen alternativën më të mirë për Shqipërinë, sonte nuk kam asnjë koment tjetër. Mirënjohje dhe vetëm mirënjohje. Faleminderit.